Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV. Ditën e sotme do të sjellim pranë jush lajmet më të fundit, dinamizrat më të fundit, ngjarjet më të fundit, por edhe thashë themet që po fliten lart e poshtë për artistët shqiptar. Dhe pikërisht dua të ndaloj tek dy fenomene: marrëdhënia e Gjestit me televizionin Top Channel. Ju e dini që ditën e djeshme Gjesti publikoi këngën e tij Veshu e Ndreçu në kanalin zyrtar. Një diçka në fakt e papritur për shumë të tjerë, do me thënë të gjithë prisnin që të publikohet e Top Media Music, ish kanali i Luis Eilit. Por, si duket, Top Channel i shko në mënyrën profesionale që çdo artist, çdo këngëtar të gëzoj identitetin e tij në suksesin e tij. Dhe pikërisht ka patur nga ato komente që unë në fakt doja t'i sqaroj në mënyrë të detajuar një nga një që kanë të bëjnë me marrëdhënien e Gjestit dhe marrëdhënien e televizionit Top Channel. Së fundmi në media dhe në rrjetet sociale kanë qarkulluar lajme të shumta që flasin për një prishje të mundshme të raporteve mes artistit të njohur Gjestit dhe një prej televizioneve më të mëdha në vend, Top Channel. Sipas këtyre zërave, thuhet se shkaku kryesor i kësaj krisje ka qenë fakti që Gjesti nuk e ka publikuar këngën e tij më të fundit në kanalin zyrtar në YouTube të Top Channel, gjë që u interpretua nga shumë si një lajm apo ndarje përfundimtare mes palëve. Por realiteti është krejt ndryshe nga ajo që po përflitet. Në fakt, bashkëpunimi mes Gjestit dhe Top Channel vazhdon të jetë i qëndrueshëm dhe produktiv. Me një komunikim profesionale të hapur nga të dyja palët, pavarësisht zgjedhjes së Gjestit për të publikuar muzikën në kanalin e tij zyrtar në YouTube, një vendim strategjik që ka të bëjë me rritjen e identitetit të tij artistik dhe menaxhimin e pavarur të karrierës, raporti me Top Channel nuk është cënuar në asnjë mënyrë. Përkundrazi ka një mirëkuptim dhe respekt të ndërsjell për vendimet artistike dhe drejtimin që po merr karriera e tij. Në industrinë muzikore të sotme, shumë artistë të rinj dhe të afirmuar po i drejtohen platformave digjitale për të ndërtuar dhe forcuar pranimin e tyre online. Gjesti, si një prej emrave më premtues dhe më aktiv në skenën muzikore shqiptare, ka zgjedhur që krimtarinë e tij t'ia ofrojë drejt për drejt publikut përmes kanalit profesional në YouTube, ku ai ka kontroll të plot mbi përmbajtjen, statistikën dhe ndërveprimet me fansat. Ky nuk është një hap drejt izolimit apo shkëputjes nga media tradicionale, por një formë e re në menaxhimin e karrierës që jep artistit më shumë liri dhe pavarësi. Dhe këtë drejtim Top Channel e ka mirë kuptuar dhe mbështetur, duke treguar edhe një herë se si një media ros di të përshtatet me kohën dhe të ruaj marrëdhëniet me artistët që vinë me ide e strategji të reja. Ndërkohë që zërat negativ flasin për prishje, në prapasken po ndërtohet një sukses i heshtur por i fuqishëm. Kënga e fundit e Gjestit e publikuar në kanalin e tij personal ka marrë mira shikime dhe komente pozitive brenda pak ditësh, duke treguar se publiku është i lidhur fort me artin dhe stilin e tij unik. Ai po e menaxhon vetë rrugën e tij drejt suksesit me profesionalizëm dhe vizion afatgjatë. Nga ana tjetër, Top Channel vijon të jetë një partner i rëndësishëm për promovimin e projekteve të Gjestit, si në intervista, kronika, prezantime në emisione të ndryshme dhe përfshirje në evente të mëdha muzikore që ka ky televizion në organizim. Sot, më shumë se kur, është e rëndësishme të mos bien pre e thashethemeve që nuk bazohen në fakte. Gjesti dhe Top Channel nuk janë në konflikt, përkundrazi janë shembull i mirë i një raporti bashkëpunues që ka ditur të ecë përpara përmes dialogut të respekt dhe të ndërsjellë. Zgjedhja për të ndërtuar një karrierë të fortë në platforma digjitale është një strategji që e ndihmon Gjestin të qëndrojë i lidhur me audiencën, ndërkohë që mbështetja nga Top Channel mbetet një pikë kyçe në rrugtimin e tij artistik. Pra Gjesti për muzikën nuk është thjesht një produkt të tregu, por një formë e shprehjes së vetme të lidhjes së thellë me publikun. Kjo është arsyeja pse çdo hap i tij në karrierë është i menduar me kujdes.
nga përzjedhja e projekteve muzikore deri te mënyra se si ato shpërndahen dhe promovohen, duke qenë gjithnjë pranë fansave të tij dhe duke u fokusuar në autenticitetin artistik. Gjesti po ndërton një markë profesionale që shkon drejt skenës, një markë që qëndron në kohë dhe që flet me sinqeritet. Në këtë rrugtim, marrëdhënia me media tradicionale, veçanërisht me një platformë të fuqishme si Top Channel, mbetet një element kyç, ku ky bashkëpunim është një dëshmi se arti dhe media mund të ecin dorë për dorë edhe kur platformat ndryshojnë. Gjesti vazhdon të jetë një figurë e respektuar në ekranin e Top Channel dhe është i hapur për projekte të reja që shërben për promovimin e kulturës muzikore shqiptare me vlera të larta. Dhe ky është realiteti. Të gjitha ato lajmet të cilat janë të reme që Gjesti nuk ka marrëdhënie, që Gjesti nuk flet, që Gjesti ka shkatruar gjithçka me Top Channel, është realisht një lajm krejtësisht i rem. Gjesti ka promovuar një këngë në identitetin e tij, në imazhin e tij, në emrin e tij, por jo që Gjesti ka probleme apo që Gjesti ka raporte të shkatëruara me televizionin Top Channel.